nesër, ne duhet jemi vigilant, mundet dhe dikush në mërmjet një provokimi, edhe masës e shqiptar, bën diçka. Edhe ne jemi njerëzit që organizojnë ndeshjen, ne jemi përgjegjësit kryesor. Dhe për këtë ti duhet e jeshtë tifozët të mbështesin Jo, nuk e di, unë bëj pyetje. Ti duhet e ata njerëz që ndezën stadiumin kundër Greqisë që rrahen si kampion Evropë, ti duhet të është njerëzit i jashtë rrugëve dhe larg rrugëve për të mos festuar si kundër Greqisë, mas edhe për dëshiruar, për të dëshiruar, për të shprehur hidhrimin nëse u mbasin. Dallimi vetëm është që pse ne duhet marrim masa kur të tjerët ne na përshtrojnë, na përbuzin, na përshtyjnë, dhe ne hiqemi kaq diplomatë, kaq ballkan shtyr. Për çfarë arsye ne duhet të rëmi nga vetvetja? Ne kemi dëshmuar që kur s'kemi ofruar probleme për kërkën. As për individ, as për kompani, as për institucione, as për shtete. Pra ç'është kjo masë e tillë? Nuk mund të zgjedhësh stadium ata që do ti. Nuk mund të futesh ti stadium përfshi komiteti ekzekutiv federatës me fare me FIS apo ku diun janë ç'a janë. Përse ruhesh? Ndodhi edhe në Elbasan. Pati gjë në Elbasan. Përkundrazi, ishin serbët ata që me të njëjtën tregisha, siç e bënin në Kosovë, në Bosnjë Hercegovinë, e kudo testuan golin e tyre minutën e fundit. Pra nuk kemi ne problem sjellësit. E nëse do të ketë provokim, të siguroj suqe, do të jenë pikërisht ata që vinë nga Serbia. Sepse politika e tyre është e tillë. Politika e tyre ka qenë shtetërore, kombëtarise për të krijuar probleme, shqetësime. Mos harroni rastin e Pandas në Pej. I vran vet, e mbajtën 5 vjet ndezur dhe mbas 30 vjetësh po thuaj se pranon, 20 ca vjetësh e pranuan atë provokim. Janë ata që bëjnë të njëjtat gjëra. Sa del ndeshja nesër Denion? Përgjithësia le ti mbetet organizatori, por nuk kemi ne. Sa del ndeshja nesër në parashikimin tënd, në optikën tënde? Unë besoj se 1-0 është i mundshëm, por nëse flasim vetëm për pikpamjen sportive, për shkak të rrethanave historike dhe të kohës kur Artur Çobani ka luajtur futboll, regjimi kriminal diktatorial komunist i Enver Hoxhës ne na përbuzën, na dënonte sa herë kishte qejf, duke na pamundsuar, lirë për naskës me shok, mundësinë e madhe për të përballur vazhdimisht me ekipet ndërkombëtare. Dhe këto janë minusa, dhe këto janë pasoja që nuk shfaqen për 10 apo për 2 vjet. Këto duan kohë që të përmirësohen. Ndërkohë që Jugosllavia, pra ku përfshihet Serbia apo Kroacia, e kishin mundësinë. Crvena Zvezda ishte ekipi parë evropian që futemi çik në fushë, sepse futemi çik në fushë se tifozat duan këta aktualët. Ti je shumë i mirë në histori, por ne s'kemi emision historik. Unë të falenderoj, por te këta çunat ti vet si e mendon? Te këta çunat duhet ta shohin atë kohën kur këta të tjerët nuk patën mundësi të përballeshin dhe të kenë mbi supe edhe kujtesën e tyre që nuk e patën mundësinë. Të kujtohen që Shqipëria nuk është thjesht më mbrapa se Serbia her pas here në disa fusha tjetër ku përfshihet dhe sporti, po ka qenë rrethanat historike që na bën tillë. Dhe mbi të gjitha, ata çuna nesër, të mos kenë ndërmend as Artur Çobanin, as ata lirë për naskën, as të tjerë që nuk luajnë, po të kenë përballë ato viktimat e 15 janarit në Raçak. Vetëm ashtu e fiton ndeshjen me Serbinë, duke treguar që ai është flamur i larë me gjak. Dhe ata që luajnë nesër kanë ndryshuar uniformat nga Tarkanit në uniforma sporti. Janë të njëjtët serbë, të njëjtët që vrasin dhe presin që provokojnë. Sikurse provokoi me dashamirësi Piksi në konferencë për gazetarë duke na folur shqip. Shqip folën ata. E pe konferencën për shtyp, e pe konferencën. Çasti më të keq i ngul optikën njerëzve. Konferencën sot për shtyp e pe? E pash edhe, shiko, sportivisht Serbia mund të jetë më lart se ne. Në konceptin e traditës së krijuar për këto rrethana që unë besoj se qëndrojnë, referuar fakteve që na ofrojnë. Por që ta mundësh Serbinë ti duhet vësh përpara këto që thash. Po. Nuk mund të harrosh ata njerëz. Denion për ta përmbyllur se jam jashtë çdo lloj minutazhi. Ka qenë debat i zjarrt, sot jam jashtë çdo lloj minutazhi. Lutem 30 sekonda për ta përmbyllur. 3 minuta më le. Po nuk kam, sepse të gjithë duan të flasin, ja, i kam këtu dhe shumë e vështirë. Po. Për ta përmbyllur. Tash për 1-0 do të jetë mirë, besoj 1-0. 1-0, a? Po t'ishe Silvinjo, këtë kishe... Nëse kemi entuziazm mbi këto jetarë. Denion, po t'ishe ti Silvinjo, te pjesa... Mos e përjashto mundësinë që të ketë një marrëveshje mes federatave dhe të organizimit evropianit moshave, apo të kryeministrave dhe presidentëve shok që ta lënë barazim gjatë sipadashje. Nesër. Mos e përjashto këtë. Dali barazim? Po, tani rrethana diplomatike, se do bëhesh armik me brat Zojedic, sepse kam edhe Trilon Xhepollarin për të më dhënë gjithë informacionet nga fundi dhe unë e mbyll në orën 12, jam çdo lloj limiti, nuk kam asnjë lloj mundësie tjetër. E mbarova. Të përshëndes dhe faleminderit që ishe. Përshëndesim Denion. Faleminderit, tu ja tjetër edhe një tjetër gjithë, punë të marrë.